Shtrojmë pozicion. Hajde. Filaksu, in poli. Tërhiqu, Jani! Tërhiqu, po them! Se qupu thëmë palin o djemu, kur morë tudhën e malit o djemu, mosumat me djem të tanë o dushman, o dushman, e nisham ta pëj në padlë o zhman, nuk të falin për vatan o për vatan, o djem të tanë. E Moselo, erdhen? Erdhe. Ç'kemi si lodllaj? Mirë, vdekje fashizmi. Djeri popull. Komisari ndeshëm qik. Është në mbledhjen shtat. Kishe në punët? Po, kam diçka. Urdhon diz. Ajo për ndër. Tjetër. Kryesorja është që t'u shpjegojmë partizanëve urdhrin e shtabit operativ. Se goditja që u bëjmë ne autokolonave që tërhiqim nga Greqia është një detyrë e madhe. File e shenjtë, sepse përkrahim me zjarr shokut që luftojnë për shtirimin e qytetit tonë. Pra shokët e qartë, përsërisim dhe një herë. Pjesët kryesore janë tyta, mekanizmi i shkrepjes, sholli. Ja, mirë. Ka ne pyetje? Unë kuptoj që të gjithë partizanët kanë dëshirë të rrjedhë të shtirimin e qytetit. Di për problemin diri po. Pra është të drejtën më është e qartë, se? Degje fashizmi. Diri e popull, mirupafshi. Shok komisar. Oh, ha Marcelo. Po di kur erdhe? Gjermanët janë kthyer në fshatrat afër kufirit. Ashtu? Po në fshatin tuaj? Nuk u futën dot. Qëndruan Bullxhades dhe po i djegin.
Duhet jenë Gjerman të pararojët që i sprapsëm dje. Me siguri, në Drizës, nga sulmi befasishëm u gjendën të rrethuar Petriti në ndërlisjen e frontit nacional shqiptar grek. Petriti u vra në luftë e sipër, kurse fati partizanit grek nuk dihet. Mos duhet njoftuar komanda e përgjithshme pa humbur kohë. Për 10 minuta lidhemi me Otoçanin. Po çfarë do të raportojmë pse? Se ne nuk dim gjë. Shoku grek është vrarë. Është kapur i gjallë, a ka mundur të largohet? Do të dërgojmë patjetër një zbulues në Drizës. Po se kurcojmë Andrea. Ai edhe greqisht e në di mirë. Mirë. O Demir, folin çik Andreas. Do të kesh edhe ndihmën e këtij shokut. Dhe me të mbritur në Drizës, do të përpiqesh të takosh ose letrën, ose Çajmasi. Mirë? Asgjë zoti Surja. Kontrolluat mirë. S'lam gjë pa parë. Deri në tavan kemi ushtruar krep. Po në bodrum kontrolluat? Si që urdhëruar. Po kush atëherë? Po ku ta di unë zoti Surja? Diku duhet jetë patjetër. Diku këtu në fshat. Amani more vëllezër. Aplikojnë e tregoni. Ku është fshehur greku i plagosur? Me Gjermani nuk bëhet çaka. A nuk e shihni ku i ka vajtur flaka fshati për kashi? Që e fati ynë? Që Po Gjermani tani ka të drejtë zëmërohet për të plagosur në fshehur. Dhe unë mendoj se është në të mirë të fshatit që ne ta dorëzojmë atë. të ishte për atë tjetri që u vra, hajde te, se shqiptar. Po përse ta vëm kokën në rrezik për një të huaj? Dhe për kë? Për një grek. Përse nuk ta nxegoja të thuash për një partizan? Rio Elmas për këtëlle. Ne me grur, ju me gur. Kjo është shtëpia ime, zoti kapiten. Si? Kontroll edhe në shtëpinë tuaj? Në këtë kohë nuk i besohet as këmishës së trupit, zoti Grund. Jo kështu, do t'i kërkoni ndjesën në tuaj. Si urdhër. Për gjithçka të përgjigjen këta. Ushtarët e mi dhe majori Herman, që u vrante kura në përpjekje me partizanët, kërkojnë shpagim. Nga çdo shtëpi partizane të nxirret nga një njeri. Gjithashtu urdhëroj. Derisa të dorëzohet partizani grek, fshati të qëndrojë rrethuar. Forcat dhe kafshët, që do të angazhohen në rregullimin e urrës dhe ndreqjen e rrugës, do të lëvizin shoqëruar nga ushtarët tanë, qartë? Qartë. E dëgjove urën e Gjermanit? Që më thoni mua, zoti Surja, ju i dini vetë të gjitha shtëpitë e tyre. Urdhëri është për... Edhe këtë. Edhe këtë.
Ajo është e fejure ime. Heinz! Dere një vajzën të lirë. Jawohl, Herr Hauptmann! Räder, Dirham Susan! Gehen Sie weg! Hin! Hin! Los, los! Hin! Los, los! Hin! Aus! Hin! Los, aus! Ej, ti, ku shkon? Shpën, u të shmande! Kjo mbrapa! Achtung! Entsichern! Laden! Anlegen! Feuer! Laden! Feuer! Feuer! Fire! Shpejt se s'kam kohë. Nda na prune këteo, zoti Surja. Mu këputën gjunjët. Tu këputën se ke lepur në park, more dhe pësës! Nuk e fsheho, zoti Surja. Kam frikë. Zotrote, nuk ishe këtu ku herdhën partizët. Gjithë bere qetin ma morën. Edhe mua gati sa s'më shkuar në Satar. Në herë të kishe shkuar. Zotrote, je në regull se po të vim pra partizanët të ikën. Po unë ku të futem? Në vrim të! Pse e caktove afërditën me ata këto të pushkatoheshin? Pa nuk më the zotrote caktoje nga një njëri për çdo familje partizane? Mor qenë, birë qeni. Harrove që ajo është kunata ime? E fejuar ti vllai! Por unë mendova se me ato që kanë dalë malit ti ketë ndarë sapet o zoti Surja. Pse mos mendon se kam të ndarë dhe gjakun? Apo kërkon të më veçosh për gjithmonë nga njerëzit e mi? Ç'dua kështu o zoti Surja? Ta di se po më ngatrove dhe një herë nëpër këmbë, do të rrip të gjallë me këto duar. Shen! More, Murat. Ndynë pragun e shtëpisë. Po më mirë që si e gjallë, e s'shohin gjë syt, o kapitan. Të këthyë Surjaj, shëndosh e mirë, lumë ti më e mirë. Çfarë the? Tu të kokën nga të që bandë tuar për e durove. Harove të këtë tjetëri partizan? Puh! Mos demo, mos pështyjnë pragun e shtëpisë Muratit e të Fatmirit, se aty ku pështyjnë një fshat, bëhet një lumë. Preja demo. E unë një gjë nuk marrë vesh o vleze. Se gjanë me kërkojnë të grekun e plagosur nga ne. Jo se jaku është kufiri, ndofta edhe ka i.
lëndova mirë. Nga të kemi? Elinos. Athina. Po që të soli këtu? E do partizanis. Mare vesh. Gjërsa të ndjek dushmani. Mana, mana. E ke nënën birë? Të hap nëna dritare të ashtë. Nënën këtu. Si e, nën? Mos me ti hatrin nga që parë? Për ti e pe vetë, unë nuk isha kohë asë marë frymë. Kemi I vit pa u parë. Nuk të kam marrë malli parë. Plasa. Se uaj qeni krye plaku më tërboj që në mëngjes. Për pak sa nuk e mbyta që parë. Desh më ngatroj me Gjermanin, më detyroj që ti them se afër dita është e fejuara ime. Falëmbar. O, nën, kështu I thash Gjermanit për ta shpëtuar. Zotë Syriak, ku ti qoj këto? Shpjeri lartë. Kam ndonjë gjë për të ngrënë. Apo nuk do të mija për shtarë, si atëherë se bëjnë në I prapsirë. Ti më dënoja. Me prise që unë të qaja dhe kërkoja të falur. Nëse do të më dënosh prapë si atëherë, pse nuk më dëgjon? Ti ke kohë që s'dëgjon njeri. Përveç vetës dhe ati, dushmanit, që do të haj një ditë kokën e vetë, edhe të ndën bashkë, birë. Mos e qaj halë të kërësit. Po shiko atë këmbë zbathurin që nojnë ditë do të të sjellin mandatën për të. Thavë goja të thavë. Mos mallko mua, po ata rjepat sa këtë janë lidhur me të huaj. Shtu I fole fshatit edhe vitin e shkuar. Se gjoja partizant janë të lidhur me të huaj. Po kur e çliruan fshatin, nuk erdhen me të huaj. Ti erdhe me Gjermanin në haram. Ti! Po erdha si I biri Muratit. Biri Muratit është në mal. I biri Muratit jam unë. Mua më mbadhen në preher babaj. E sa herë vinin në shtëpinë tonë kapetan të këtyre anëve, me mua murrej. Ja ky do të më nderoj, thoshe. Kujtohet? Mos e sërë ngoja emnin e të teti. Se a I la kockat për ta bërë Shqipërinë, ose ti. Çfarë? Shatë ynë do të digjej bashkë me shatrat e tjerë, sikur të mos isha unë të mes. Mes fshatit dhe Gjermanit o haram. Ata në mëngjesi qelloj dushmani, po I qellove dhe ti. Qellova unë? I qelluan ata që janë të lidhur me rrje pasak të malit. Ata që mbajnë grekun e fshehur në shtëpi. Ata që mbajnë grekun e fshehur në shtëpi thash. Edhe këtë bën mirë t'ua thuash edhe atyre. Gjermani nuk do ta lëri me kaq. Dëgjove. Tani më dëgjoj dhe mua. Vetëm për një gjë më vjen keq. Që nuk ta shtypa kokën kur ishe I vogël. Pastaj ti u rrite.
Ike larg. Më rëshqite nga duart. Jashtë të thash! Shumë gjëra mund ndryshojnë. Por që ti e nëna ime, edhe unë jam i të birë, kjo nuk ndryshon kur. Kush ishte? Mos pyet se kush. Po ti rri qetë. Ç'ke? Përse më vështron ashtu? Hajde shtriu. Shtriu. Të mjekën nëna plagën. Hesht birë. Dhëmbja e trupit nuk është asgjë përpara dhëmbjes së turpit. Në shpirtin e nënës. Kush e di ku të ka nëna tani? Ka urdhër nga këta, edhe nga i të birë. Gjitha kafshët e punës i kërkon Gjermani. Ke për t'i thënë gjë zotit Syria? Arbeiten! Arbeiten! Los! Po sillin edhe ustallar. U duhet qereste e madhe, për urat, sa ndreqjet njëra hidhet në herë tjetra. Steigen ab! Weg! 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 Los! Los! Me atë duhet takojmë pa tjetër. Ja, i atje është Gjelma. Pare! Sherti weg! Dalje vol! Weg! Uj po jam! Schwein! Lëvizni, më shpejt, më shpejt! Sharrën drejt, ashtu. Festive madhe qojnë. Po jo atë mordjal, jo atë. Nuk e shikoj që kemi boll të holla. Ajse të mund të duhet të presush. Ti e Andrea. E di përse ke ardhur këtu. Më foli selua për ty. Jam Usta Petru, unë. Ja, këtë do të presush. Jo, ashtu jam. Din gjë këtu? As këtu, as e kur.
Po ai çobani me ato kafshët, kalon në përfshat? Po. Është njëri i besuar. Pse pyet? Duhet të takoj Gjailmazin. Se ke keq. Ashtë. Pe kraun. Ha djal. Komanda e prore më njofton me radiogram se pararoja ime do të vendoset këtu, deri në një urdhër të dytë. Për miq të nderuar si ju, zoti kapiten, shtëpitë tona do të jenë gjithmonë të hapura. Miq të nderuar? Si urdhëron. Po partizani grek është një minë në këmbët tona. Më falni zotëri, por ndofta... Çfarë ndofta? Ndofta partizani grek mund të jetë larguar. Ne e rrethuam fshatin tuaj menjëherë. Pa i lënë kohë aty të largohet. Nuk e kuptoni se diçka fshihet pas partizanit grek? Para pak kohe, autokolona tona të nisura nga Greqia në drejtim të Shqipërisë u goditën nga forcat greke në bashkëpunim me ato tuajat. Më falni, zoti kapiten. Forcat tona ishin krah jush. Juve ju kanë sulmuar partizanët. Sidoqoftë, pararoja ime nuk mund të jetë e sigurt pa u kapur i gjallë partizani grek. Thash, pa u kapur i gjallë. Se kush më siguron mua që ai nuk ka ardhur këtu për të koordinuar ndonjë veprim të përbashkët të ngjajshëm me atë të Greqisë. Fillojmë nga natyra pa humbur kohë. Heinz! Kujt është shtëpi? E kryeplakut. E imja, zoti kapiten. Doni ta shihni? Zakoni e do që të urdhroni të pini një kafe. Nesër në orën 12. Sillni. Veç se me një kusht, pasi të keni kapur partizanin grek. Ndryshe, kësaj shtëpie do t'i vihet zjarrit parës. Qartë? Zoti Surja. Los! Los! Shkolla. Nga lart duket mirë një pjesë e fshatit. Leknen. Kjo shkollë është e papërshtatshme për vend komandë. Më duhet një ndërtesë me vend strehim. Nëse do të dëshironit, po drumi i shtëpisë time është një vend strehimi i vërtet. Ta shikoj. Sigurisht. Kush i ka përgatitur? E fejuara. Ishte e pasionuar shumë pas fluturave. Mos e fshi. Shkruan. U dje më rëmbeni pushkët ja vdekje i Aliri. Një analizë thjesht fjalie. Më thrisni mësuesin me njërë këtu.
Gjermanët. Po ç'duan Gjermanët? Pak si të kërkojnë ty. Shkruan, duhet të shifesh, nxit të ndihmon në. Luaj më shpejt. Hajde, dyr! Javor! Herein! Kontrollieren! Links, links! Aus! Mësuesi. Zoti Grun po jufton që të uleni. Përse I keni ndërprerë mësimet? Si? Shkolla duhet gëmzhi nga zërat e gëzuar të fëmijëve. Qartë? Më thanë se ju keni pasion të fluturat. Edhe unë kam një pasion. Jam dashuruar mbas çdo kujtimi ose relikeje. Vetë kuptohet që ka një farë vlerë. Besoj se edhe në shtëpitë e nxënësve, ku ju hyni e dilni lirshëm, duhet këtë tillë. Natyrisht për këtë, ju duhet kërkoni edhe ndihmën e nxënësve tuaj. Që bashkë me reliket, duhet ju sjellin edhe ndonjë të dhënë se ku është fshehur Greku I plagosur. E I mundu fshihet syve të ushtarëve të mi. Të zotit Syria, ose të krye plakut. Por jo syve të fëmijëve. Kuptoni? Nëse mësuesi era dakord për çka I thash, është e lirë. Si u thonë? Kapiteni pret përgjigje. Mos haro se I detyron jetën. Përse nuk po vrat atë ditë? Përse? Tha se do të përpiqet, por sigurisht e ka pak të vështirë. Përgjigje arsyeshme. Mirupafshim, mësuese. Këtu ka dalë pak kohë përpara se të dilte në mal. Partizan? Partizan. Anaj. Njëri partizan, tjetri. Tjetri mos më zërë në gojë. Sigurt mos më mbante shpresa Fatmirit që kam në mal. Nuk do ta doja jetën. Shtriopi. E sa ma nxjerr mallin e Fatmirit. Sa dhe ti e partizan. Edhe ty të dhimbset batani.
E kujt i dhimbset vatani, e çmon edhe vatanin e tjetrit. Mana. Sa dhoma ka shtëpia juaj? 4 dhoma dhe një bodrum. Bodrumi është ky këtu. Vazhdojmë. Urdhëron. Ju pëlqen? Mund ta merrni. Këtu pranë babait ka qenë një patriot i madh. Themistokli Gërmenji quhej. Babai ka qenë figurën këta. Këtu janë një palë shkallë që të shojnë bodrum. Po. Po ku do ta fusish mikun, more djalë? Në shtëpis. Sa kohë që nuk është pastruar? Sa për ta parë, ne? Si në dritë. Po. Kjo është Rakimani, keni provuar ndonjëherë? Të ndej ka një derë tjetër, që të nxjerrë në borin e pasëm. Urdhëron. Good. Ky që nga një vend strehimi i vërtet. Vërtet kjo shtëpi më duket e përshtatshme. Do të vendosemi këtu, që nga ky qast, në këtë shtëpi nuk do t'y asnjëri. Të pastrohet edhe bodrumi. Shtëpia të ruhet para dhe mbrapa saj. Kurse atje, do të ngrejmë një kull vrojtimi. Na duhet një mjeshtër që të ditë ndërtoj thjesht edhe shpejt. Qartë? Qartë. I thuaj ati mos në rinë për këmë për të gjej grekun e plagosur. Për ndryshe duhet ta marrë me mend se ç'a pret. Gjej grekun e plagosur ndryshe të piu e seza. Po ku ta gjeu një vafë? Ku të thua gjeje? Po që shlet shua, zoti Sulja. Arron se me këtë i rysh që ka marrë Gjermani, pasi me qafës mua do t'i vërsule zotrisë tënde? Leti bëhemi krah njëri tjetrit të zoti Sulja. Ti japim Gjermanit emrat atyre që mund ta kem fshirur vërtet grekun e mallkurit u nxjerri ujtëzi. Ti shdok nga faqedheu të gjithë ata që kanë për të na ngrënë kokën kur të vinë partizanët. Plak finok. Çdo Gjermani.
Lare se shna ka gjetër me në Fatmirit. Gjermani kërkon të vendoset këtu, në shtëpinë tënde. Po pse, pa konak këti? Ç'konak më joruar. Do t'ja shikni tymin shtëpisë time, tymin. Gjevo. Gjevo. E ke nënën aty? Po. Abteilung! Wache, der Landwache! Oj Muratit, nuk mjafton vetëm kjo punë, po i të birë më urdhroj të pastroj dhe bodrumin. Mjera jo një koqire që pret t'ja pastrojnë shtëpinë të tjerët. Nuk njën thara, koma duart. Alvajte! Usta Petro. Kam një hap. Desha them diçka. Foli qdo të thoshe. Achtung! Zoti kapiten, gjatë shërbimit s'kemi asgjë të re. Jo, asgjë. Vetëm mësuesja kërkoi të hynte, por ne ndaluam menjëherë. Mësuesja? Si urdhron? Mos ka sjell në i laj. Në qoftë se vjen përsëri lejoni. Ajo është nusja e kësaj shtëpie. Javoj! Sigur shkoja vete të atakoja. Po. Kur do të mbaroj kulla? Pasi të kemi kur? Si më nge e ke marrë. Hajde lëviz duart. Zotit gruntit duhet shumë shpejt jo kull. E po plak njeri o, zoti Syria. Kush parti punoj ustaj vetëm? Ustaj mirë, gjithë një ka një ndimës të fort. A i bën këto amalëqe dhe i zbar faqen ustajit. Zotrota i di mirë këto punë. Se s'ke kërkuar ndimës ti? Kërkova, si s'kërkova. Po ushtari më të roqja nuk më latë merja storbën me veglat e punës e jo më ndimësi. Më vjen keq para djalë se kam të miku tim nga Malasi, po s'kisha është të bëja e kyqa. S'kisha ngeta zgjasja e të haja ndojnë plumë në prapanicë. Edhe tani në masollu ndimësin mirë, s'masollu, gjene mirë, ju i dini vetë këto punë. Të paktën të kisha shkuar o zoti Syria të merja torbën me veglat e punës se me ato më janë argasur duar. Si e quajnë ndimësin? E kush nuk e njen ndimësin e usta Petro, zoti Syria. E gjora pash. Kush ishte? Nusja. Aferdita? Po. Edhe puna kësaj s'po merret vesh. Here marrin, here lëshojnë. Shiko, mos dyshojnë që gjermanët se e ka fshehur ajo grekun. Pa here pse lën të lirë. Ata të lënë të lirë të ndjekin prap derisa të bien në gjurmë. E po të dinte që do vinte të ma thoshte mua të parit. Si do qoftë unë dua të takoj me të. Ti e di me mirë punën tënde, more birë, vetëm kujdes. Mos ki merak. Nga të kemi, more birë? Nga Malasi. Që mirë të solle? Jam nga ata të pyllit, më kanë dërguar për ujë. Aha, mirë. Ik. Jemi ngatruar, zoti Qani. Çfarë? Nuk ishte ai që kërkon. Plaka shtëpisë ka rënë nga mushka dhe ka thyer këmbë. Po ty të plasën sytë? Se mos e pash vetë. Mua kështu më thanë.
Mësuse, jam i shok i Fatmirit. Jam partizan. Dhe qënë ke kthyer nga mali për të mbushur ujë? Mos më zito. Ndalo tek burimi se kam diçka me shumë rëndësi për të thënë. Vërtet e një Fatmirin ti? Unë një dhe të vlla, Selmanin, e kam patur komisar. Mos ke ndonjë porosi për mua nga ata? Ja. Tek tim ka dërguar Usta Petru. Shiko pa të sa se nuk kam kohë. Unë duhet të takoj me çdo kusht partizanin grek që është fshehur këtu në fshat. Pse mendon se mund të të ndihmoj unë? Po ti je mësuese apo jo? Kështu që hyn let në shtëpitë e fshatit. Çka ke? Po këtë gjë më kërkuan dhe ata. Gjermani? Po. Mundohet fitosh besimin e tyre. Po gjithë të gjile me Roxha Elmazin. Mire? Bëre për atë që tha Gjermani. Më kanë sjellë fëmijët ca gjëra të vjetra, nuk e di ato t'i pëlqejnë. Mirë, po për grekun e plagosur që bëre? I kam pyetur fëmijët. Ata ngrej supet dhe heshtin. Do marrësh vetëm i qafë, më i bi. Mua dhe tërë fshatin. I thoni mësueses, pse u zot? Unë i thash gëzimit. A i themi mësueses për atë që pa matë natë. Por ky... Pse çfarë pa ty atë natë? Mirë, shkoni tani se flasim prap bashkë. Këta të njoftuan? Çfarë? Si çfarë? Për grekun e plagosur. A nuk erdhe për këtë në shtëpi? Në shtëpi erdha të takoja nënën. Si? Nuk erdhe për porosinë e zotit Grund? Dhe ty të gënjen mendja se mund ta bëju një gjë të tillë? Po ti, haron se unë të shpëtova jetën? Pse më shpëtove? Përse nuk më vrave? Përse? Se të kam nusin e tim vllai. Nuse vllai. Kur i vlla doli në mal, ti u betove se do ta varje te krapi. Dëgjoj. Përpara se sa të varje tim vlla, unë të kisha varur ty. Po shti bëj atij që ka dhënë porosi të gjesh grekun e plagosur. Dhe që nuk fal dy herë. Dhe nga unë mos prit asnjë mëshirë. Mëshira jote është më farmak se vdekja. Unë do të ta marr shpirtin nëse nuk e gjen. Yes! Kush është? Vjollca, hape se jam unë. Hajde, Afrodita, është brenda Xhailmasi. Po, këtu është, baba. He më i bi. Xhailmas. Xhailmas, i takon dot ndihmësin e Xhapetros? Andrea? Kure do puna edhe e takoj. Po ti, si e ke halin? Unë dhe Usta Petrua do ndihmosh nënën në pastrimin e bodrumit. Më jep mua. S'është punë për burra kjo. Shko e ndihmo atë.
Ma mirë të mos më kishe thirrur fare këtu. Pse? Më duket se kam rënë gjurmë. Vërtet? Aha. Afërtita ka lënë lajm ke Gja Elmazi. Nuk të marrë vesh. Atë natë 2 fëmijë kanë parë një grua plak me një kalë të ngarkuar me dru. Përmbi trut ajo kishte një diçka që atyre ju ishte dukur si njëri që rënkon. Marrë edhe mua plak e kësaj shtëpie diçka donte të më thoshe, po nuk e di pse utërojtja nuk e mbaroi llavi. Ndaj të thirr. Mos ndoshta plaka e kësaj shtëpie dhe gruaja që kanë parë mbrëm fëmijët janë një njëjti njeri. Nuk e di. Tek kontra për kufirin kanë sulmuar partizanët. Vera i den, javon. Ausgehen! Schnell, schnell! Nën. Jam i shok i Fatmirit. Mos mi ngatro djem ti. Ai që të solli këtu nuk quhet Fatmir. E di, quhet Surja. Kurse unë jam i shok i Fatmirit, jam partizan. Kujt ja thua këto, more? Nën. Surja i me gruan të nikën në luftime. Të lutem se nuk pret koha, tregohu me urt. Me urt se delja nuk ka. Pa dhe asaj ngjiten ferrat nga pas. Nën, prit. Të lutem shumë, nëse ke gjë për të më thënë, ma thuaj tani sa s'kan ardhur ata. Të thash se nuk kam asgjë. Çfarë kishe për t'i thënë Usta Petros? Asgjë. Ti e di shumë mirë që diçka kishe për t'i thënë, apo jo? Mo hiq nga syt. Hike mos më zërdhien. Os! Os! Hej! Hape derën! Hape derën! Hej, zoti Usta! Çfarë? Plaka nuk ka faj. Ajo ka urdhër nga zoti kapiten që gjithmonë sulej brenda. Çfarë ka ndodhur? Çfarë ka ndodhur? Nuk e hapin derën. Frau, hapën e derën. Vazhdoni punën. Ku e keni mësuar këtë këngë? Lili Marlenin? Po, unë kam qenë teatralaz në kafën Berlin në qytet zotëri. Aha. Po punën pse keni lënë? Desha ti marr plakës pak vaj, për sharën. E mbaruat pastrimin e bodrumit? Po ja dhe... Hapen e portën. Zoti më oficer, pric, elektrikun. Ju lutem prisni një minutë. Aty brenda është një van me bicikletë. Shkoj ta rregulloj unë që të vini ta gjeni gati. Ku do ta futesh zotin oficer ti më plak e marr? A e ke parë bodrumin? Shikojeni mirë gjendjen. Dhe llogariteni që pas një ore gjithçka të jetë gati, sigurt. Sa të vinë ata? Pa ta tregoj unë ty se kush je. Ta shohim sa të vlen lëkura. S'ka nevojë të presësh sa të vinë ata. Ja ku janë ushtarët armatosur. Dhe nëse kene më ta bësh, shko u thuaj se unë kam ardhur të takoj partizanin grek që ka me vete një dokument shumë të rëndësishëm. Shko pra! Hyrë, por në qoftë se më ke gënjur, ta dish se nuk deli gjallë që këtej. Ku jeni? Dil. Ku je fshehur? Mos u shqetëso. Jam partizan shqiptar. Për ty kam ardhur. Parundër. I ri, popujve. Ç'po ndodh atje? Asgjë. Ndisha muret.
shoh ftyrën. Ç'ishte ashtu? U pengova nga herësira. Vajnë. Sa jo kam pritur. Një rumata ta përtypja. E kam mësuar përmendesh. Është përgjigje e ndihmës tuaj për partizanët tanë. Zotit Enver Hoxha, komandant i përgjithshëm i ushtrisë nacional çlirimtare shqiptare. Grekët dhe shqiptarët, të dy janë popujt më të lashtë të Ballkanit. Kanë lidhje gjaku, tradita të përbashkëta dhe kanë bërë luftra të përbashkëta. Ku jeni? Ku jeni futur? Këtu jemi ne. O bitë Max. Ndoshta nuk duhet kishim ngulur këmbë kaq shumë për marrjen e Kodrës. Çfarë that? Haron se Kodrësha për Kufiri dhe Buzgjades? Dhe po të mos e merrnim kisha rrezik të rrethohesha dhe të humbisja komunikimin me komandën time në Greqi? Më falni, por këtu a thash se ajo Kodër na kushtoi shumë. 10 fishit na kushtonte. E dëgjove krismet për te Kufirit. Me siguri dhe ardej ka sulmuar partizanët. Pra në të njëjtën kohë. A nuk është koordinim ky? Ju pa ta thënë, nuk janë rastësi as këto luftime dhe as ardhja këtej e partizanit grek, që akoma nuk po e gjejmë. Mund shkoni. Heinz! Kontrolloj gjendjen e trupave. Javol. I thuaj Stajerit më sjellën qiri. Qiri? Zoti kapiten. Ju kërkoni të... Më falni, po kjo është akoma këtu? Hajde! Ich will sie sehen und ich will stark sein. Ich will die Füße fest in unsere Erde stemmen, um dem Ansturm nicht zu erliegen. Und ihr werdet neben mir stehen, wenn diese Stunde jemals kommen sollte. Ihr werdet vor mir, neben und Seiten und hinter mir stehen. Und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Ja! Zoti Grund! Çmendin këto shkronja greke, po më çmend greku I plagosur që nuk është gjetur akoma. Po çmendi ju! Por nuk ka vdekur. Do ta gjej vetë grekun e plagosur, do ta qelloj me këto duar! Jo vetëm atë, por edhe ty, dhe të tjerët. Të gjithëve! Po, zoti general. Patëm humbje për dominuam kotën më të lartë, që siguron qaten midis kufirit. Ura? Përfundon sonde. Çfarë po nisni autokolonën? Javol. Si thatë?
Njoftuan se emërojmë komandant në vend të majorit Herman që orat e kura sa po erdhëm. Atëherë ky është një lajm i gëzuar, zoti Grund. Nuk e kuptoj. Përse nuk po ndjej gëzim. Së ndoshta nga që ne gradohemi nga vdekja e njëri tjetrit. Ç'to një kështu, zoti komandant. Keni nga emocioni. Ju lutem, kalojmë më tanë të pim diçka. Besoj e keni lexuar Zaratustrën. Nietzsche është filozofi më i preferuar për mua. Kjo gjë ju nderon. Deri nuk më takon mua. Më takon gjermanisë që më mësoj gjuhën e këtij filozofi. Më takon juve që më përsollët dhe besoj se do të më prisni. Por këtë radhë me fitore. Me ëndër të realizuar të këtij filozofi për hapësirën jetike. Lebensraum. Ja. Lebensraum. Hapësirë jetike. Vullnet për pushtet. Kurse unë s'di pse ndjej një ngushtim. Një munges frymarrje. Munges hapësire. Dëshironi t'ju bëj një kafe? Kafen do ta pim te kryeplaku. Zoti kapiten, unë nuk kam vaj. Unë për atë shmo, zoti kapiten. Unë jam dhash emrat atyre që mund ta kenë fshehur. Atyre do t'jeku shtëpia, zoti kapiten, jo mua, zoti kapiten. Amanë, zoti Syria. Më ndihmo. Të bëj rigja. Kërkom çfarë të duash. Herraj. Dhe dëgjoj, unë nuk e kam hapur gojën që afërtita është e fijuara e... Lini gojën. Qenë. Se t'jo dha tu dherë. Fire! Zoti kapiten, ki më shirë, zoti kapiten, unë nuk kam vaj, unë për atë shmo, zoti kapiten. Fillojnë fëmi? Gati? Sa pyje male, fusha me lule, krojeta gjënda, ka vëndim. Gura vigana, djemë si Petrita, gravan sharbukra, ka vëndim. Si zë bilbili, por si valdeti, vjen gjua shqipe e vëndit tim. Ku gjinden nana, ku gjinden zana, ku gjinden trima, si në vëndin tim. Vazhdojnë fëmi? Po filloj unë e para, dëgjoni me kujdes. Sa pyje male, fusha me lule, krojet argjënda ka vëndim. Vazhdojmë tani së bashku? Sa pyje male, fusha me lule. Qartë. Unë e di që do të thot për fëmijët e ardhja të panjorëve në klasë. Ilini të lirë. Mësimi mbaroj. Mos harroni detyrat për nesër.
Mësuese, e dini se dhe durimi ka një kufi? Apo e keni marrë me shaka detyrën që ju dhash? Jo, Atëherë? unë jam munduar, por nuk kam mundur të diktoj gjë. Atë ditën e pushkatimit, ju, zoti Syria, më thatë se mësuesja është e fejuar e juaj. Sigur. Dhe unë nuk e pushkatova. Mos më keni gënjur atë ditë? Jo, zoti Grund. Pra ju jeni të fejuar. Sigurisht. Atëherë, bëni një gjë të thjeshtë. Putheni atë. Çfarë? Falni. Një gjë e tillë në këtë prapametje patriarkale është e pamundur. Dëgjoj, Afrodit. Jo, nuk dua të dëgjoj. Afrodit! Afrodit! Zoti Syria! Një detyrë dhe nuk e kreu atë. Ajo gjithçka e me shaka. Pushkatimi i saj do të bëhet pranë kësaj tabele dhe ai që do ta pushkatoj dhe ju. Herr Hauptmann, rojet e Rusë që në të vrarë. Si? Hej, usta, sprit. I dëgjon. Si nga ura më duken. Tamam nga ura. Ky është sinjali s'do humbur kohë. Po ç'duhet bëj? Wache! Deckung! Sichtung! Waschkirchenstraße! Kommt vor Ihnen Brück! Po shka në gjarë, më i pi. Lëre mos e pyet Gjalmaz. Duhet të fshihem gjikundi. Të fshinja unë, por ty po të pret Andrea të shtëpia e vjerës. Andrea? Po. Iksa me para ti. Është e tim shoqi. Të faleminderit. Fshije. Frim nga shtegu i Korijes. Mos t'i dalish për para ati haram. Hajde, keqena. Ik tani. Syri gjem mësusja këtu? Shumë të rëmë. Afrodita! Afrodita! Ku është Afrodita? Të thash, ko të kërkoj. Nuk e kam fshehur, as sekundi. Jo të thash! Jo të thash! Jo! Dil. Unë e di se këtu je fshehur. Dil të thash! Afrodit! Do të lartë. Ti. Jo. Nuk është e mundur. Ec. Ec. Theu nga muri. Do të lartë thash.
Nën, të lutem nën, mos më tengo. Ti mund të kalosh vetëm mikufomën time. Mos më detyro të qëlloj dhe mbi ty. Pritur me ty feknatore, o djemo, o djemo. Pritur jemi me thërime, o djemo, o djemo. Zëmër ju dhanë në natrime, o djemo, o djemo. O tani, shpejt, para pa shpiste kroja tjetër.